Horoskopi ditor, 19 prill. Një reagim mund të vendosë në pozitë të vështirë. Jo gjithmonë është ajo që ndodh që krijon një situatë të vështirë. Ndonjëherë, një përgjigje e dhënë në sekondën e gabuar mund të ndryshojë gjithçka. Ka momente kur një fjalë e vetme, një ton i ndryshëm apo një vendim i nxituar mund të hapë një rrugë që nuk ishte në plan. Disa situata kërkojnë më shumë kontroll se sa reagim. Nëse ndalon për një moment dhe zgjedh si të përgjigjesh, mund të shmangësh një zhvillim që më pas do ishte i vështirë për t'u kthyer pas. Dashi. Një situatë që kërkon vendim të shpejtë mund të vendosë përballë një reagimi që duhet kontrolluar. Dikush mund të shtyjë të japësh një përgjigje menjëherë, por mënyra si e bën këtë mund të ndikojë shumë më tepër nga sa duket. Një ton i fortë ose një përgjigje impulsive mund të krijojë një tension që nuk ishte i nevojshëm. Në vend që të reagosh në moment, një ndalesë e shkurtër mund të jap kohën për të parë situatën më qartë. Një zgjedhje e menduar mirë mund të të ndihmojë të shmangësh një konflikt që do të ishte i vështirë për të zgjidhur më pas. Demi. Një bisedë që në fillim duket e thjeshtë mund të marrë një drejtim që nuk e kishe menduar. Një koment nga dikush mund të bëjë të ndihesh në siklet dhe të shtyjë të reagosh menjëherë. Por reagimi i parë nuk është gjithmonë ai më i saktë. Një qasje më e qetë mund të të ndihmojë të kuptosh nëse ajo që u tha kishte vërtet atë kuptim që mendove. Nëse i jep vetes pak kohë dhe nuk përgjigjesh menjëherë, mund të shmangësh një situatë që do të krijonte më shumë tension se sa zgjidhje. Binjakët. Një situatë që përfshin komunikim mund të kërkojë më shumë kujdes nga sa zakonisht. Një mesazh ose një fjalë e thënë në mënyrë të shpejtë mund të interpretohet ndryshe nga ajo që kishe menduar. Dikush mund të reagojë në një mënyrë që nuk e prisje dhe kjo mund të shtyjë të përgjigjesh menjëherë. Në vend që ta bësh këtë, një moment reflektimi mund të ndihmojë të kuptosh më mirë çfarë po ndodh. Një reagim i kontrolluar mund të shmangë një keqkuptim që do të ishte i vështirë për t'u sqaruar më vonë. Daforia. Një situatë emocionale mund të vendosë përballë një reagimi që duhet menaxhuar me kujdes. Një fjalë nga dikush i afërt mund të prekë më shumë nga sa duket dhe të shtyjë të përgjigjesh menjëherë. Por reagimi i menjëhershëm mund të mos jetë ai më i miri. Nëse e lejon veten të qetësohesh përpara se të flasësh, mund të kuptosh se situata nuk ishte aq e rëndë sa dukej në fillim. Një qasje më e butë mund të shmangë një konflikt që do të krijonte më shumë distancë se sa afrim. Luani. Një situatë ku ndihesh i sfiduar mund të shtyjë të reagosh në mënyrë të fortë. Dikush mund të vërë në dyshim një vendim ose një mendim që ke dhe kjo mund të bëjë të ndihesh në presion. Por reagimi i menjëhershëm mund të mos të ndihmojë. Një qasje më e kontrolluar mund të japë më shumë forcë se sa një përgjigje emocionale. Nëse e menaxhon këtë moment me qetësi, mund të tregosh një siguri që të jep më shumë ndikim se sa një reagim impulsiv. Birgjëresha. Një situatë që lidhet me organizimin ose përgjegjësitë mund të vendosë përballë një reagimi që kërkon kontroll. Një gabim i vogël ose një ndryshim në plan mund të bëjë të ndjesh që duhet të ndërhysh menjëherë për ta rregulluar. Por jo çdo gjë ka nevojë për reagim të menjëhershëm. Një analizë e shkurtër mund të tregojë se situata nuk është aq problematike sa duket. Nëse vepron pa menduar, mund të krijosh një komplikim që nuk ishte i nevojshëm. Një qasje më e qetë dhe një plan i menduar mirë mund të ndihmojë të mbash kontrollin dhe të shmangësh një situatë që do të kërkonte më shumë energji më vonë. Peshorja. Një moment që kërkon vendim mund të vendosë në një pozicion të vështirë nëse reagon menjëherë. Një zgjedhje që duket e thjeshtë mund të ketë ndikim më të madh në vazhdim. Një reagim nga dikush tjetër mund të shtyjë të ndryshosh mendim, por kjo nuk do të thotë që duhet të veprosh në atë moment. Nëse i jep vetes pak kohë për të reflektuar, mund të kuptosh se cila zgjedhje është më e përshtatshme për ty. Një vendim i marrë me qetësi mund të shmangë një situatë që do të krijonte më shumë paqartësi më vonë dhe do të vendoste në një pozitë të pakëndshme. Akrepi. Një situatë që përfshin intuitën mund të japë një sinjal të fortë përpara se të ndodhë diçka konkrete. Një ndjesi që nuk mund ta shpjegosh lehtë mund të shtyjë të reagosh në mënyrë të menjëhershme. Por jo çdo ndjesi kërkon veprim të shpejtë.
Nëse ndalon dhe analizon më thellë, mund të kuptosh se ajo që ndjen është një paralajmërim dhe jo një nxitje për reagim. Një qasje më e qetë mund të ndihmojë të kuptosh më mirë situatën dhe të shmangësh një vendim që do të ishte i nxituar. Shigjetari. Një situatë që zakonisht do ta merrje lehtë mund të kërkojë një reagim më të kontrolluar këtë herë. Një koment ose një sjellje nga dikush mund të shtyjë të përgjigjesh në mënyrë spontane, por kjo mund të krijojë një keqkuptim. Në vend që të reagosh menjëherë, një moment reflektimi mund të ndihmojë të kuptosh nëse ja vlen të përgjigjesh në atë moment. Një reagim i menduar mirë mund të shmangë një situatë që do të ishte e vështirë për të rregulluar më pas. Kontrolli i fjalëve dhe tonit mund të bëjë diferencën mes një situate të qetë dhe një tensioni të panevojshëm. Britsjapi. Një situatë që lidhet me punën ose përgjegjësitë mund të shtyjë të reagosh menjëherë për të mbajtur kontrollin. Një ndryshim i papritur mund të bëjë të ndjesh që duhet të ndërhysh pa humbur kohë. Por një reagim i shpejtë nuk është gjithmonë zgjidhja më e mirë. Një analizë e qetë mund të tregojë se situata mund të menaxhohet më mirë me një plan të menduar. Nëse e kontrollon impulsin dhe nuk vepron menjëherë, mund të shmangësh një vendim që do të krijonte më shumë presion në vazhdim. Ujori. Një situatë që kërkon një mënyrë ndryshe të menduari mund të vendosë përballë një reagimi që nuk është tipik për ty. Një ide e papritur mund të shtyjë të veprosh menjëherë, por kjo mund të mos jetë zgjedhja më e mirë. Në vend që të reagosh në moment, një analizë më e thellë mund të ndihmojë të kuptosh nëse kjo ide është vërtet e dobishme. Një qasje më e kontrolluar mund të japë më shumë qartësi dhe të shmangë një vendim që do të ishte i nxituar. Peshqit. Një situatë që lidhet me ndjenjat mund të shtyjë të reagosh në mënyrë të menjëhershme pa e menduar plotësisht. Një fjalë ose një veprim nga dikush mund të ndikojë më shumë nga sa duket dhe kjo mund të çojë drejt një reagimi emocional. Por një përgjigje e dhënë në atë moment mund të mos reflektojë atë që mendon realisht. Nëse i jep vetes pak kohë dhe nuk reagojnë menjëherë, mund të kuptosh se situata nuk ishte aq e rëndë sa dukej në fillim. Një qasje më e qetë mund të ndihmojë të shmangësh një keqkuptim dhe të ruash një balancë më të mirë. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën kontroll nëse mendon se reagimi yt mund të bëjë diferencën. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.